dhe Ukraina do të fillojnë me njëherë negociata drejt një armë pushimi. Ai u ka rikujtuar të dy presidentëve dhe ftesën e Papaleos për të qenë një koqir i negociatave. Apo i vje fundi kësaj lufte dhe do t'jetë Trump ai i cili do t'jap fund, flasim sot me njohësit e zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bardh Zherka. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe njohësin tjetër, tjetër Ferdinand Nikola. Mirëmëngjes Ferdinand, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Një njohës tjetër, gazetari Kushtrim Bekolli, gjysmë njohës. Mirëmëngjes dhe njerë. Mirë, po nisim me bisedën e famshme, e cila zgjati 2 orë, biseda mes Donald Trump dhe Vladimir Putin. Po një bisedë nëse e kërkojmë në rrjetet sociale, ose në portale, ose mediat ndërkombëtare, e ndarë në disa pika në kohën dhe formatin e cila bisedë u zhvillua në mënyrë private, pa praninë e këshilltarëve të lartë në pjesën më të madhe të kohës, gjë që sipas mediave ndërkombëtare kanë ngjallë dhe reagime për mungesë të transparencës. Në kategorinë tjetër të tonit të bisedës, sipas burimeve diplomatike, ky ton ishte i përzemërt dhe konstruktiv. Të dy liderët shfaqën gatishmëri në bashkëpunim në fusha të ndryshme, sidomos në atë me cilën edhe ka qenë arsyeja kryesore për çka ka qenë telefonata për armë pushimin midis Ukrainës dhe Rusisë, e po ashtu temë diskutimi tjera ishte edhe heqja e mundshme në disa sanksione dhe shkëmbimi i të burgosurve mes këtyre dy shteteve. Është parë në mediat ndërkombëtare si takim goxha i suksesshëm, ndonse i gjatë, e diskutuam pak këtu para se me nis 2 orë me bisedu në telefon, është goxha gjatë, por shpresojmë që të ketë një sukses. Mos të harrojmë të cekim që edhe Vatikani, përfaqësuar nga Papa, ka deklaruar gatishmërinë për t'i pritur personat ose palët për negociata. Do të jetë interesant të shohim Vatikanin dhe Papa Leon aty për të qetësuar ose për të ndalur një luftë e cila së fundi Ukraina është sulmuar nga 270 dronë rusë, mos të harrojmë të përmendim dhe këtë informacion. 2 orë nuk po besoj që kanë folë vetëm për Ukrainën apo jo? Në fakt biseda po besoj që ka zgjat diku 1 orë, po gjithsesi me pjesën e përkthimit, pastaj biseda normalisht zgjatet, që ashtu të paktën edhe e posh në media të ndryshme. Adin qysh bisedat e Trumpit me Putinin duhet me këshyr edhe për një aspekti tjetër, që dhe i tash nashta dhe s'kana pas nevoj fort mu marrë me këtë qështje, dhe me thonë me pjesën personale të liderve më të mëdhaj botnor. Në rastin e Trumpit na duhet mu marrët me këta, edhe me qysh vetë Trump e sheh Putinin edhe kush është Putin për presidentin Trump. Në diskutimet e tij ti mundesh me pa që Putin për presidentin Trump është lideri ideal. Nashta që edhe kish pas dëshirë me i përngja pak për ka forca, karizmi, mënyra qysh udhëheq. Gjithsesi Trump gjithmonë e merr këtë pjesën e forcës, këtë pjesën e të qenit maqe me një farë forme si shumë të rëndësishme për një burshtet. Po si të qoftë, ajo ka një karizëm, ndoshta jo të ngjashme me Putinin, po edhe Trump është goxha ndryshe prej presidentëve të kaluar, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vërtet, çka i mungon Trumpit, që si mungon Putinit është kontrolli edhe mbi ato kur Trump bëhet ka njerëz që sharak, edhe mediat e kritikojnë, bëjnë hajgare me të. Te Putini kjo nuk ndodh. Edhe Trump ndodh. Edhe Trump ndodh gjithsesi, edhe këto nuk e pret as pak mirë Trump. Po pse se pret mirë Trump? Çfarë e penalizon nëse nuk e ka atë forcën edhe karizmin e Putinit? Se ka. Trump është i ndërtuar mbi idenë e asaj se ç'është duket, mu duk që ky lideri, që ky burshtetasi i cili udhëheqjen e bën përmes forcës. Do të thonë ç'është ka ardhur në pushtet Trump ka qenë që kjo. Ndërkohë, na shohim plot politikan, madje edhe këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, që një farë mënyrë adhurojnë dhe provojnë me ndjek hapat e Donald Trump,
për t'i arritur qëllimet e tyre në fushën e politikës. Dhe pra po del që është një karakter krejt tjetër e kundërta e Trumpit që po dominon, sepse pa dyshim Rusia po dominon dhe po del goxha sfiduese edhe për Shtetet e Bashkuara. Gjithsesi kështu në rrafshin global jemi me një farë çmendurie kolektive kështu sa i përket politikës. Domethënë karaktere si Trump, mas ne të munu me u repliku në shtetet të tjera. A bëdel që sharat pak? Pa gjithsesi, domethënë në e patëm rastin e hiç më larg rasti fresti i Shqipënisë ku ish kryeministri, presidenti, ish kryeministri i Shqipënisë Sali Berisha, domethënë edhe kravatën e mbajë si Trump. Domethënë pagou një strategjist të Trumpit $6 milion për një fushat një mujore. Ajo ke skandal më vete edhe na e pam se qysh performoj. Rezultoj, po. Kjo në funditës, adin qysh, të paktën qysh për shë është, jemi të e prit midterm election të Amerikës, me po se qysh për një me është të reagu edhe të Amerikanët, po gjithë në përbot që kjo qasje e qisoj politike që për neve, për gjithë neve është e re, edhe për kemi shumë problem me njek edhe me kuptu si qka pëndohë se nuk kemi mësu me ta. Mirë të marim mendimin e Ferdinandit për bisedën 2 orëshe. Unë e thash më herë që sigurisht 2 ora apo 1 ora sa kam pas mundësi të zgjas kjo bisedë, nuk është biseduar vetëm për armpushim në mes Rusisë dhe Ukrainës, por janë dhe shumë çështje të tjera, të cilat janë në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pa tjetër, mendoj që diskutimi maj madhë aktualisht është duke ndodhë me vendos margjinat e një marrëveshje të paqes potenciale. Dhe kjo është komplekse në aspektin diplomatik, ekonomik, sigurisë, pozicionin e SHBAS, diskutimet që ka pas presidenti Trump me homologun e tij, kanë bëjnë edhe me, do me thonë, aspektin se qysh negociatat për paqe do duken, sepse i në të folë për 2 palë, 3 palë, dhe që pa rolin, do me thonë, proaktiv të 3 palëve, nuk mund të arrijet një paqe e qëndrueshme, një marrëveshje e qëndrueshme. Prandaj, diskutimi është edhe formal, është edhe protokollar, është edhe diplomatik, pastaj është përmbajtësor, do me thonë, mbi kushtet të cilat do të ndërtohet një diskutim për paqen potenciale mes Rusisë dhe mes Ukrainës. Kjo të regon po ashtu edhe për rolin vendimtar që SHBAT e kanë pas, do të kenë për gjithmonë, në konfliktet të mëdha botërore, e sidomos në këtë fundit, ne kemi thonë disa herë që pa rolin vendimtar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundimi i konfliktit as nuk do të mund shihej fare, i luftës fare. Do më thonë, një dështim total i kontinentit tonë evropian. Po i shihet fundit kësaj lufte? Mendoj që po, mendoj që është duke u investu shumë në krijimin e kushteve për një marrëveshje. Dhe e thash që në një telefonat, apo në një raund të diskutimeve, apo disa raunde, nuk mund të arrijet një gjë e tillë. Për shkak se do me thonë, kërkohet një angazhim i madh për krijimin e kushteve. Tash një çështje më senzitive ose më e vështira në tërë këtë është armpushimi. Trump ka thënë që do ta pushoj luftën mes Ukrainës dhe Rusisë për një ditë. Po tash nuk e bëri. Shiko, po ka qenë një deklaratë, më thonë, drejt më prejtën. Ka bërë mendon edhe ai për konsum dhe për elektorat? Mënyra se si e ka thonë presidenti, tash ne mund të shohim interpretimet e asaj, por unë mendoj që ai ka qëndru besnik premtimit që ka thonë. Qoftë një ditë, një muaj, 5 muaj. Shoh një Ukrainë të dëshpruar dhe që ashtu një bashkim janë goxha të dëshpruar me ndoshta afërsinë e krijuar mes Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, apo një qasje shumë më të butë të SHBA-ve drejt Rusisë. Qasja e presidentit Trump nuk dallon në aspektin e politikës jashtme në fushën e sanksioneve apo dënimeve, të themi, ndaj partnerëve të cilët apo partive të tjera, palëve tjera të cilët nuk i renditen në drejtim të interesave strategjike të Shteteve të Bashkuara. Unë mendoj që në këtë rast nuk jemi duke biseduar ende për sanksione për shkak se investimi më i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke shkuar në ofrimin e mundësive që me i ul palët në tavolinë
për me fillu me negociu një peace plan, një plan të paqes. Dhe kjo merr shumë angazhim. Sekretari i Shteteve të Bashkuara është jashtëzakonisht shumë i angazhuar në këtë përgatitjen e terrenit, të themi. Ka pas runde edhe ai fundit që ishte në Stamboll mes delegacioneve, pavarësisht ndoshta që ishin të pabarabarta në reprezentimin e shteteve siç ishte për shembull Rusia dhe pjesa e Ukrainës, sido që të jetë, kjo është një indikacion që mendoj unë shpresë dhënës, ndonë se shumë pak, por mendoj që jemi në një Ukraina dhe Rusia me shtytje në shërbave janë, apo drejtimin në shërbave janë ofër arritjes një paqe potenciale që unë mendoj që do të ndodhë këtë vit. Mirë po Trump ka thënë, për dalin prej dikur që thoshte do ta përfundonte luftën mes Ukrainës dhe Rusisë për një ditë, tani po thotë që duhet qasje e drejt për drejt apo involvimi drejt për drejt në negociata në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Po sepse është me rëndësi është me i majt palët që diskutojnë me një disponim të mirë. Këto duhet me kuptu se cili. Edhe në qoftë se flasim për dy persona, lere më për dy shtete të cilat janë në luftë. Probleme e përmendi edhe zotri Trump duke thënë që ka shumë ego të mëdha mes dy palëve, edhe kjo ego sigurisht që pra po i barazon Putin dhe Zelenskin. Kjo ego pak sipas tij, po besoj që ka dashur me thonë që po e vonën edhe pak edhe uljen e sulmeve dhe të luftës dhe intensitet shumë të lartë, por do të vlet me u cek edhe telefonata që ka pas para se ta kishte me Putinin, ka pas një telefonat me Zelenskin, i cili i ka thënë që të mos merrte vendim pa ne, pa Ukrainën, të mos merrte vendim për Ukrainën pa neve. Edhe pas bisedës me Putinin, zotri Trump ka lajmëruar ose i ka njoftu thuajse gjysmën e Bashkimit Evropian, përfshi këtu presidentin e Zelensky, presidentin e Komisionit Evropian von der Leyen, presidentin Macron, kryeministrin italian Meloni, kancelarin gjerman Merz dhe presidentin finlandez Stubb që e kanë përshëndetur nisjen e shpejtë të negociatave dhe kanë vlerësuar edhe gatishmërinë e Vatikanit, e cila e përmendëm edhe më herët që veç është hapur për një diskutim të tillë. Bardh? Po, në që është përdu më lidhë dhe pjesa e qka për në me momentalisht është të kërku Amerika, e qka Rusia asesin po nuk dënë në bo dhe për refuzan në bo. Qka po kërkan Amerika momentalisht është një fitore e vogël ku për 30 ditë me una luftimet në zonat ku për luftohet. Tash, arsyja për në me pse Rusia refuzan në bo këtë, është mirë me po hartën e asaj se çka po ndodh çdo ditë në vijën e frontit në Ukrainë. Më thonë, edhe pse të vogla, Rusia i ka të vazhdueshme momentalisht avancimet brenda Ukrainës. Me shumë humbje edhe në personel, edhe në pajisje, po kjo për Rusi nuk qënë shumë pesh, nuk luan shumë rol. Pra, me një moment ku Ukrainës janë stopu, nëse tash ishin kthy pakët me armatime, për një moment ku janë stopu pakët me armatime, kur e kine Amerikë labile ndaj asaj se qysh vepran kundër Rusisë, sa në fundit që i shkën në merë me bo presidentit rës, është tash me ly paqen edhe me nda luftimet, kur avancimin të e pa dita ditës. Dhe më thonë, në një 4 vjetës me Trumpin, Putini ka me shfrytzu maksimalisht që me marrë sa ma shumë territor të Ukrainës. Edhe në një president tjetër ku po besohet që nuk do të jenë më republikanët edhe kjo klasa e magas, atëherë mundet me ullë në negociata për një pozicioni shumë atë fort, kur për një me i kontrolën ato 4 rajone, Luhansk, Donetsk, Mariupol, se për momentin edhe në ato lokacione Rusia është vetëm në gjysmë të teritorit të qatën e pjesëve të Ukrainës. Për atë arsye duhet me pa kjo nervoza, kësha me thone, Evropës, vendeve perëndimore me Trumpin, është të që nuk po mrin me pa se Putini nuk është i interesum për paqë, Putini është i interesum që me prelëngu sa ma shumë që është ndodhë momentalisht, dhe në pikën ku është në pozicionin cilin ai po dënë me qenë. Ka qenë njoftuar Evropa, Bashkimi Evropian për një qasje të tillë që do ta ketë Trump ndaj Rusisë, ndaj Putinit?
Ka qenë të alarmuar para se Trump të vinte të rikthej përsëri në Shtëpi të Bardhë. Presidenti Trump e ka bërë të qartë rolin e tij për ndalimin e luftës në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Dhe mendoj që ai është duke i qëndruar besnik atij premtimi dhe angazhimi të Shteteve të Bashkuara. Situata në terren sigurisht që është shumë e vështirë. Lufta e sotshme i kushton Ukrainës miliarda dollar ditor. Shumë është luftë e shtrejtë. Prandaj, marr parasysh që prej këtyne miliardave, mbi 120 miliard, do mi pas statistika tash, sepse çdo herë lëvizin, janë vetëm kontribut i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rreth 50 miliard janë kontribut ushtarake, mbështetje, pa këtë aspektin shëndetësor e tjera. Prandaj, ne duke njohur presidentin Trump dhe mënyrën se si ai qeveris, mënyrën se si ai ka projektuar qeverisjen e Shteteve të Bashkuara dhe mbrojtjen e interesave të veta globale, normalisht që do t'i shef edhe nga ky aspekt i shpenzimit material, do të thoni kostës së luftës. Prandaj, të gjitha diskutimet, të gjitha temat presidenti Trump i ka bërë të qarta, humbjet në njerëz, në çdo deklaratë, në çdo takim. Zoti Trump flet për mira njerëz ushtar civil që vdesin çdo ditë. Miliarda dollar të cilët shpenzohen në këtë luftë, e cila duket se ka ardhur tani, si më thon, deadlock. Do të thon, janë marrë, është nën kontroll pjesa e Donbas, pjesa lindore e juglindore, po themi, e Ukrainës, është e okupuar, po përjashtoi këtu Krimen që ishte ma përpara, dhe tash është në një pozicion kur palët nuk lëvizin. Kur presidenti Trump ka filluar negociatat e para me Rusinë dhe me Ukrainën, një pjesë e territorit rus veç ka qenë e okupuar nga Ukraina, Kursk region, ai rajoni atje. Prandaj natyrisht që në aso situata, në aso rrethana të terrenit të luftës, nuk është lehtë me u arrit një marrëveshje në, po themi, në ditën e parë të qeverisjes. Ndoshta ajo ka qenë më shumë simbolikun, mendoj, mënyra se si e ka thonë zoti Trump. Por, e them prap, një gjatë se unë kam kontakte edhe me njerëz në Kiev, edhe njerëz në Ukrainë, dhe ajo që mund të shihet tash është një lloj, si më thonë, optimizmi që ka ekzistuar, ka fillu pak të zbehet dhe ndoshta kjo e vështirëson optimizmin tek qytetarët e Ukrainës, për shkak se shihet që megjithatë ideali për cilën ata luftojnë, duket që nuk është edhe lehtë i arritshëm. Domethënë kthimi i territoreve apo edhe deklaratat që bën zoti Zelenski, deklaratat që fatkeqësisht them, domethënë është momentalisht një moment i zymt edhe në Ukrainë. Në anën tjetër, presidenti Trump shihet që nuk e ka të lehtë përballjen edhe me Rusinë, derisa të vjen tek ajo momenti kur ai do të kalon në një fazë tjetër, dhe unë mendoj që të gjitha elementet, të gjitha mënyra, strategjit janë në tavolinë të Shteteve të Bashkuara për me përfundu këtë proces. Do t'jetë Papaleo ai që mund ta përfundoj këtë proces dhe të sjell palët në tavolinë, apo nuk ka? Ai është një mesazh i mirë për botën, mendoj, dhe për palët. Po, është ai metod dhe rol që kontribon, por a do t'jetë, ne do të shohim se ku do të organizohet pastaj. Po, e kemi edhe si një lajm që po qarkullon. Po, është përmend një gjë e tillë, a do t'jetë nuk e di, do të ishte interesante shumë që në Vatikan të sigurohej një paqe, një lufte që u quajë dje nga presidenti Trump, Bajnë Gjaku, do të thonë pak a shumë në atë se që ka transmitoj vetë presidenti i Amerikës në telefonatën me presidentin Putin, duke i thënë se Vladimir kur do të përfundoj krejt kjo Bajnë Gjaku, kjo gjakderdhje e madhe në mes Ukrainës dhe Rusisë, ndoshta edhe Papaleo mund t'jetë ai që mund ta stopoj një gjë tillë. Por gjithsesi afër Papaleos do t'jetë dhe Trump. Ai po kërkon armë pushim, po kërkon të pushoj lufta dhe ai të jetë meritori që ka nda luftën në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Trump e bën një gabim kur përmendon që Putin nuk e sheh veten të më thonë të barabartë me Trump. Putin e sheh veten të barabartë me Trump dhe Putin mendon që me bisedat të cilat do t'u bëjë me Trump ka ndikim jashtëzakonisht të madh te Trump. Edhe kjo është edhe një farë gabimi cilin përbojmë kur po flasim se qysh Trump mundet me ndiku të Putin edhe mundet me ndiku të Rusia në momente kur Rusia veç është e marrë çka është të dashtë. Domethënë Rusia nuk e ka momentalisht asnjë arsye me ndalë këtë luftë. Pa marrë parasysh sanksioneve në cilat është, Rusisë nuk i bëhet shumë vonë për
popullin e vetë. Do më thonë, humbjet të cilat kanë prej fillimit të luftës janë në ushtri, është diku 7 ushtarës për 2 ushtarë Ukrajinës. Do më thonë, bilansi është kë. Do më thonë, Rusia nuk e shë shumë të rëndësishme pjesën e bloodbath që ka thonë Trump. Mirë, Bart, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Faleminderit shumë, Gunxha. Faleminderit dhe ty, Ferdinand. Kënaqësi. Asnjë gjithmonë. Ushtrim, faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi një shkputje publicitare, qëndroni me ne vetëm pas pak, do të trajtojmë një temë shumë ndryshe dhe besoj shumë interesante për ju.